Vllaznia ka dalë pa pikë nga sfida e rallës për kampionat ndaj të Utës, duke zhgënjur para tifozëve të vet. Miqtë arritën të gjejnë golin vendimtar në minutat e fundit të ndeshjes me Beshiraj, duke surprizuar Vllaznin në Loro Boriqi. Në këtë ndeshje, kuqeblut nuk arritën të reagojnë si duhet, teksa dhe rastet të shënimit ishin të pakta dhe kishte shumë dalesa. Pas ndeshjes, trajneri i Vllaznisë Edi Martini e pranoi se ishte një lojë jo e mirë e ekipit të tij. Normal, jam mërzitën sepse nuk luajtëm mirë. Unë në këtë momente kur e shef që skuadra nuk është mirë, duhet jesh më pragmatist, duhet mos pësosh gol, duhet jesh më cinik të rastet që të krijohen. Duhet ta fitosh thjesht ndeshjen. Duhet edhe kur s'kemi mirë, edhe kur s'kemi gjendje fizike të mirë, se thosh edhe më përpara që dëmtimet na kanë kushtuar shumë për formën fizike të shumë lojtarëve, por duhet jetë më cinik, duhet jesh më racional, duhet ta dosh lojën, të mundohesh ta fitosh me një episod, të mundohesh me fitu me pak raste edhe mos pësosh gol. Sot humbëm edhe raste, s'ishim konkret për raportet, s'kishim qartësinë për raportet. Normalisht duke menduar me kërku golin për me fitu, lam hapësina mbrapa, por du të them që ishte një lojë e mirë jonë. Nga ana tjetër, pas imposhti Vllaznin, trajneri i Utës Enkelej Dobi tha se fitoria ishte e merituar, teksa shtoi se rezultati mund të ishte edhe më i thellë. Ne po rritemi çdo ditë në çdo ndeshje, mënyrën se si e temperatuan sot ekipin djemt, mënyrën se si e transmetuan në fushë, jemi zakonisht kënaqur sepse në këtë lloj mënyre kishim edhe përgatitur. Kjo më jep akoma më shumë kënaqësi përveç fitores. A donin të fitonin, po ku ka më mirë se të fitosh edhe Shkodra? Mund të ishte çika më i lartë për ne, me gjithë respektin, nëse do shohim gjithë aksionet, gjithë rastet e goleve, mendoj që kishim më shumë raste për gol ne. Duhet me pranu sot. Me gjithë respektin që kemi për Vllaznin, por është një fjalë e urtë që nëse do respektosh kundërshtarin apo kundërshtari të respektojë ty, duhet të respektosh veten tënde. Tashmë Vllaznia humbet vendin e parë në klasifikim dhe mbetet në kuotën e 24 pikëve, një humbje kjo që rëndon për moralin dhe rënditjen, teksa kërkohet reagimi menjëhershëm në ndeshjen e ardhshme ndaj Vorës.